Banori i shtëpisë më të famshme në Shqipëri dhe fenomeni i këtij edicioni i gjesti vazhdon ta kthejë situatën me Igli Takon në humor dhe batuta. Së fundmi, ajo pa në kuzhinë duke pastruar ndërsa i këndonte disa vargje për banoren. Gjesti shprehu habin se si Igli kishte harruar për vetëm 9 ditë, pavarësisht fjalëve të dashurisë që i kishte thënë më parë. S'po sa qenë dashuri, po pas sa qenë fiksim, tha ai në mënyrë ironike duke i quajtur këtë situatë një eskalim. S'kam në vend pa të përmend emrin, po qysh ke dalë për zemrës time, o Igli im, se s'po flet më për mua, qysh për 9 ditë dashuria që ka shkuar, qysh për 9 ditë më ke harruar, a më ke thënë që shumë të dua, s'pas ka qenë dashuri, po pas ka qenë fiksim. Ishin këto fjalët e gjestit. Nga ana tjetër, Igli ka ndryshuar tërësisht qasjen ndaj gjestit dhe disa banorëve të tjerë pas rikthimit të saj në shtëpi, çka ka sjellë dinamika të reja në raportet mes tyre. Nga ana tjetër, Igli ka deklaruar se me rifutin e saj në shtëpinë më të famshme, ajo do të rikthejë dinjitetin e saj, që me sa duket, nga vetë pikpamja e Iglit e ka humbur për sa kohë ishte brenda shtëpisë. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.